Besmir Muslia, mësues biologji në shkollën Hamdi Pelivani të Orgjosit, doli sot i vetëm në sheshin kryesor të qytetit të Kukësit për të zhvilluar një protestë simbolike në ditën e rinisë, duke ngritur zërin kundër emigrimit që po shkreton zonën. Me një pankartë në dorë ku shkruaj "Mos e paqit fatin e rinisë shqiptare", ai kërkoi vëmendje për gjendjen e rëndë të rinjve kuksian që sipas tij po largon pothuajse pa shpresë rikthimi për shkak të mungesës së perspektivës dhe mundësive të jetesës në Kukës. E zgjodha këtë ditë sepse realisht pra siç e shikoni në përditshmëri dhe ju edhe ne po gjithë e shikojmë që po shikojmë në rrugë tani asnjëri nuk është. Pra një vend i bosh nga të rit, cilët kryesisht kanë ikur në emigracion për shkak të kushteve ekonomike, të kushteve të tjera, të papunësisë. Ka të rit cilët kanë kryer shkolla të larta dhe sot janë pa punë. Gjithashtu ka që kanë kryer shkolla të larta dhe kanë zgjedhur rrugën e emigracionit. Këtu edhe ato punë që kanë shumë pak pagesë, cilat nuk mbulojnë dot kushtet e jetesës, pas edhe standardet e jetesës sot janë shumë të larta. Shumë të larta standardet e jetesës dhe mundësia ose paga këtu në Shqipëri, sidomos në Kukës, pavarësisht se këtu s'ka dhe vende pune në Kukësinë, janë shumë të. Muslia thekson se pasojat e emigrimit ndihen veçanërisht në arsim, ku çdo vit shkollat mbeten gjithnjë emo bosh. Unë jam mësues. Një shkak për këtë protestë është edhe sepse shkollat po na boshatisen, mësuesit rrezikojnë të ngelin dhe pa vende pune. Pavarësisht kërcënimeve të ndryshme që sot vijnë nga politika kryesisht për mësuesit, është shtuar edhe kjo se shkollat po ngelen pa nxënës për shkak të emigracionit dhe për shkak të kushteve ekonomike. Sipas mësuesit protestues, kjo nismë simbolike synon të përcjellë një mesazh të fortë drejt politikës dhe institucioneve që të kthejnë vëmendjen nga rinia, forca dhe energjia e një kombi. Kryesisht i bëjmë mesazh politikës, pasi ajo është që ka premtuar jo vetëm sot, por ka premtuar që 35 vite. Dhe sot pas 35 vitesh Kuksi është i boshatisur nga të rit. Të rit janë energjia e një populli që bëjnë të ecë përpara një popull. Janë ato cilët janë kapitali njerëzor më i aftë, janë kapitali njerëzor më energjik dhe ato janë lokomotiva lëvizëse e shoqërisë. Realisht në Kukës për fat keq mungon kjo dhe duhen iniciativa shumë të mëdha, të kujdesshme dhe hap pas hapi në mënyrë që ta mbajnë rinin këtu. Protesta e vetmuar e Muslis u kthye në një simbol të heshtur, por domethënës të realitetit me të cilën përballet sot Kuksi dhe shumë zona të tjera të vendit.